ne kemi gjunahe shumë. Kush na mëshiron? Kush na mëshiron? Allahu. A nuk du të jemi falendërues që Allahu është i mëshirshëm? A kush është Tawwab? Është muji i pendimit. Se zakonisht njerëzit vetëm në muajin e 10 e fundit pendohen. Jo, besimtari duhet të para përgatitet edhe para Ramazanit. Edhe gjatë Ramazanit, edhe gjatë kohës, para mendoje mos me qenë Allahu falës, mos me qenë. Prandaj ky falënderim i takon Allahut për shkak cilësive të shumta që ka Allahu Azza wa Jall, e ne e falenderojmë Allahun i cili na ka mësuar me falendëru ata dhe me kërku ndihmë prej tij, falje, mëshirë, rahmet e ashtu me radhë. Në këtë element mund pse Allahu është më meritori të falenderohet, se nëse don të shtohen të mirat në këtë botë dhe të jesh nga shpëtimtarët në ahiret, është patjetër të falenderosh Allahun. Ta falenderosh Allahun për udhëzim, ta falenderosh Allahun për shëndet, ta falenderosh Allahun për evlad, dhurriat, pasardhës të ka dhënë. Sa është çmimi koste një fëmijës që të ka dhënë Allahu. Allahu të ka dhënë kulm mbi kokë, Allahu të ka dhënë me hangër dhe me pi, Allahu të ka dhënë veshmbathje, të ka dhënë shëndet. E shumë të mira, Allahu na ka dhënë mundësi me pyet edhe dietar për udhëzim, na ka zbrit Kur'anin, e kemi udhërfyer sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk kemi ndonjë smundje që nuk e gjen ilaçin e te. E ilaçi kryesor është starti duke thënë Allahu alhamdulillahi rabbil alamin.